Kryeministri i vendit Edi Rama ka folur sot për herë të parë në mënyrë të zgjeruar për projektin e shumë debatuar në zonën e Zvërnecit, duke vendosur theksin te investime dhe reagimi institucional pas incidenteve të fundit. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Rama e cilësoi të papranueshëm dhunën e ushtruar nga rojet private ndaj protestuesve gjatë përplasjes në zonë. Ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardi tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vet, ta tërhiqin zvarr në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vetë në pronën private. Kryeministri theksoi se masat administrative dhe hetimore janë marrë pavonesë duke përfshirë ndërhyrje në strukturat policore dhe në kompanitë e sigurisë të përfshira në incident. Natyrisht që sjellja e kompanisë së sigurisë ishte e neveritshme dhe jo më pak e neveritshme ishte dhe sjellja e drejtuesve të policisë vendore, gjë për cilën ka pasur reagim të menjëhershëm nga ana e leadershipit të policisë shtetit, qoftë me shkarkimin e drejtorit policisë Vlorës dhe vendosjen në hetim të gjithë zinxhirit, qoftë me heqjen e licencës së aktivitetit të kompanisë, pra ajo kompani nuk mund të operojë më në Republikën e Shqipërisë, qoftë me arrestimin dhe vendosjen në ndjekje penale të rojeve të sigurisë. Në fjalën e tij, Rama mohoi kategorikisht pretendimin se në zonë është bërë ndonjë falje apo tjetërsimi pronës shtetërore, duke i cilësuar ato si të pavërteta. Kam vënë re se është përhapur gjithandej me shumë helm nga pas, edhe legjenda se shteti po ja fal atë tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Janë ditë të habitshme që për herë të parë më kanë bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për nderin e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Ai sqaroi gjithashtu se projekti është ende në fazë zhvillimi dhe nuk ka një leje ndërtimi të miratuar, ndërsa procedurat janë në shqyrtim institucional. Ndërkohë që siç u thash, projekti akoma nuk është dorëzuar. Studimi mjedisor akoma nuk është bërë. Patjetër që do t'i shohim kur të vinë dhe do t'i ekspozojmë dhe do kuptojmë të gjithë se çfarë po bëhet. Por unë po them që me që më kam parë syt nga çfarë po bëjnë ata njerëz është diçka që në Europë dhe në Mesdhe nuk është. Sipas Ramos, interesi për investim në zonë është shfaqur që në vitin 2023 në kuadër të projekteve të lidhura me zhvillimin e turizmit përfshirë edhe zonën e Sazanit. Nga një projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliardë euro. Kryeministri nuk la pa komentuar as përfshirjen e debatit në nivel ndërkombëtar, duke shprehur habi për reagime të ardhura nga Greqia, të cilat sipas tij i kalojnë kontekstin real të ngjarjes. U mahnita nga deklarata e ministrisë jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë, ose siç ka ndodhur më parë me shqiptar edhe në rrugët e Greqisë.